Pas të raundit më të fundit të bisedimeve të zhvilluara nga Shtetet e Bashkuara, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka bërë publik për herë të parë detajet të zgjeruara mbi planin e ri për përfundimin e agresionit rus. Sipas tij, Kievi dhe Washingtoni kanë arritur dakordsi për disa pika thelbësore të përfshira në një projekt marrëveshjeje me gjysmë 20 pika. Zelensky bëri të ditur se dokumenti po shqyrtohet tashmë dhe nga pala ruse dhe se përgjigja e Moskës pritet për konsultimet e saj në autoritetet amerikane. Një nga elementet kryesore të planit është parashikimi i garancive të sigurisë për Ukrainën të bazuara në parimin e nenit të 5 të Traktatit të NATO-s që garanton ndihmën e ndërsjelltë në rast sulmi. Në projektet e marrëveshjes theksohet gjithashtu ruajtja e sovranitetit të Ukrainës dhe parashikohet që vendi të mbajë një forcë ushtarake aktive prej rreth 800.000 trupash. Dokumenti kërkon nga Rusia që të formalizojë përmes legjislacionit një politikë mes agresionit të rus ndaj Ukrainës dhe vendeve europiane. Një tjetër pikë kyçe e planit është ngrirja e veprimeve luftarake përgjatë vijave aktuale të frontit, të cilat në momentin e nënshkrimit të marrëveshjes do të njihen de facto si vija e kontaktit mes palëve ndërluftuese. Ky projekt përfaqëson një rishikim të ndjeshëm të planit fillestar të propozuar nga SBA-ja rreth 3 javë më parë, i cili është konsideruar i favorshëm për Moskën. Pas këmbguljes së Ukrainës dhe aleatët europian, disa pika ndryshuan. Diskutimet e fundit mes përfaqësuesve amerikan dhe Ukrainës u zhvilluan në fundjavën e kaluar në Florida, ku fokusuan në gjetjen e një formule të pranueshme për mbylljen e konfliktit.